Unë jam Ariel Shaban, jam drejtor për zhvillim biznisit në kompaninë Kivo. Kivo në Kosovë prodhon produkte të ambalazhimit plastifikum të butë, kryesisht qesit, gati 100% destinuar për tregjet e Evropës perëndimore. Kivo është bashkëinvestim holandez-kosovar. Trajnimin e stafit e kemi pas parashikuar për 1 vjet të gjysmë kryer nga kolegët tanë holandez. Ky trajnim është kryer në kohë rekorde për 6 muaj, që na jep një indikacion se sa i mirë është tregu i punës këtu, sa shpejt mundën mu aftësu personeli me një trajnim serioz dhe profesional, dhe na vazhdojmë me besu që kemi një fuqi punëtore mjaft të përgatitur dhe të kualifikuar për pozitat që i kërkojmë. Përgjithësi jemi të kënaqur me tregun e punës, mirë po mendojmë që mundet mu vepru ende ma shumë nga universitetet dhe shkollat me përgatit, sidomos fuqi punëtore të aftë teknike, që të na për shembull në fabrikë janë departamenti mirëmbajtjes elektromekanike, edhe kishim dashur me pa zhvillim të më të tjeshëm në përgatitjen e stafit në çdo fushë. Na mendojmë se shkollat profesionale do të me qenë lidere në të ardhmen në Kosovë, lidere në atë aspektin e përgatitjes së stafit, sidomos për industrinë e prodhimtarisë, si dhe sektorin e industrisë në përgjithësi të zhvilluar. Na mendojmë që shkollat janë pozicionuar shumë mirë me ofru punëtor të arshëm dhe kanë vlerë të lartë për industritë. Andaj mendoj që edhe institucionet e Kosovës, edhe sektori privat duhet shumë intensivisht mu përfshi në bashkëpunim të ndërsjellshëm që mi shty këto shkolla profesionale përpara.